që për çdo ditë që flasim vret 100 veta në Gaza. Në rast se do të mbaj një minutë heshtje për çdo fëmijë të vrarë në Gaza, sot do të ishin 299 orë e 26 minuta. Në rast se do mbani një minutë heshtje për çdo fëmijë të vrarë në Gaza. Dhe në çdo 100 veta që vret në Gaza në ditë, Izraeli 65 janë gra dhe fëmijë. Dhe askush sot nuk ngrihet. Sot gjithë Evropa po shihni, flet u vran mbetën 4 viktima në një hotel thon në Dnepropetrovsk. Dhe ato 4 viktima ishin 4 mercenar, ndërsa për 100 të vrarët në Izrael nuk ngrihet Evropa, thot asnjë llaf. Zero, asnjë llaf. Prandaj që Evropa ka kaluar drejt tiranisë dhe drejt fashizmit dhe për krah të fashizmit izraelit të shuarjes së një popullate dhe askush nuk ngrihet. Dhe tashmë kemi edhe Greqinë që thotë që po shohim opsionet për dërguar ushtri në ndihmë të Izraelit në Palestinë. Edhe Greqia. Po, Greqia deklaroi dje. Pra po shohim opsion për dërguar ushtri në ndihmë të Izraelit në Palestinë. A kuptoni çfarë do të thotë? Pra, të gjithë këta të krishterët fillojnë kryqëzatat. Pra kjo është kryqëzatat moderne. Pra të krishterët po bëhen bashkë kundër një Izraeli dhe a dish që është shumë e bukur, që në librin e izraelitëve, në librin Tora, Jezusi për ta ndodhet në ferr. Kurse në librin e muslimanëve Jezusi ndodhet në parajs. Pra imagjinoni këta bëhen bashkë për ata që venerojnë Jezusin dhe ata pretendojnë se kanë në ferr, ta bën ndihmojnë ata, po pse vetëm kundër asaj thonë kundër islamofobisë, pra kundër muslimanëve.